Ko ashtë tani për rubrikën Beauty, kemi thënë se sot të flasim për trajtimin e akneve. Duke ditë që përdoren metodat të ndryshme dhe është mjaft e vështirë që të eliminohen aknet. Por ja që sot në studion tonë e kemi në një stilistën e qofse mund të themi, e cila na vjen nga Slovenia, por që e flet mjaft mirë gjuhën shqipe dhe funksionon, punon pra edhe në Gjakov, në studion në Shubi. E kemi këtu në studion tonë Urshka Martinez, kjo është emri dhe mbiemri i saj. Urshka, mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se gjeta. Faleminderit shumë. Po më intereson më së pari se si ke ardhur nga Slovenia dhe që sa kohë në fakt funksionon në Kosovë, që sa kohë punon këtu? Po punoj këtu 2 vite, gati 3 vite kom bë. Verë, erdha për burin tim. E tash meta këtu në Gjakov. A shkon shpesh në Sloveni? Po, jetoj edhe në Sloveni, se jam edhe aty në shkollë, në fakultet për kozmetik. Po do vi edhe këtu për punën. Po, dhe si funksionon? Një kohë që ndron në Kosovë, në Gjakov, një kohë shkon në Sloveni? Po, qashtu. Si lëviz? Në revizja jam, gati dje kom ardhur këtu, për televizion. Po, për emisionin tonë. Për emisionin, po. Vi me punu, atër do të një kryo pet se jam shumë në zonë me shkolle dhe me punën tjera në Sloveni. Sa kohë që ndronë kur vjen në Kosovë dhe më pas sa kohë rri në Sloveni për të vazhduar me shkollën, me studimet atje? Per momentin jam ma shumë në Sloveni, në verës do vi prapë edhe kam e nejtë ma gatë qëtu. Për nëryshe diku një mu jam Sloveni edhe një javë ri në Kosovë. Po, a e ke gati që ta përfundosh shkollën për kozmetik atje? Po, shkollën e kom kryt, ashtë jam edhe në shkollën e netme për kozmetikës. Mirë, atëherë sot do të bësh trajtimin e akneve. Unë e thash se aknet është bukur e vështirë që të eliminohen apo të hiqen. Personat e cilët kanë probleme me akne, shumë vështirë se i mjekojnë ato. Po, është e vërtet, më varet e shtede prej gjendjen e lëkurës, do me tonë nëse personi ka aknet e problematike do vjetë, trajtohen më gatë, do me tonë kërkon trajtimi më gatë, kërkojnë trajtimi më shpesh, mrena një jave trajtimin tjetër. Dikush kush si ka problemet forta me aknet, mjafton një herë në mujtë me bë trajtimin. Dikush kush i ka gati krejt tyren me aknet, do të një artë mas pak i 5 tretmanet me bë. Dhe për 5 tretmane shërohet? Diri tash kem pas sukses edhe më shpejt, do me tonë edhe mas 3 tretmanet kem pas sukses, do me tonë me kombinimin me produkteve, mas parti tretmanin, salonin tonë, masën e edhe produktet në shpi, me përdor regullisht, do ditë, çdo mëngjes, çdo mramje, se dhe nëse produktet nuk përdorni në shtëpi, është edhe usmuj me ba krejt atër në salonin tonë. Po. Mirë, çfarë metode përdor, çfarë do të bësh sot për trajtimin e akneve? Cili është hapi i parë? Hapi i parë kam u kon pastrimin të ftyres, me shkumen e aknen. Po, mundesh edhe me fillu dhe më na spjegu se cila largon ndyren prej lëkures. Mas parti do të një pastru lëkuren prej grimin, po masën e kena me largon ndyren me shkumen e akneve, masën e filloj me punën kryesor. Mirë, atëherë të shohim. Jënë këto krema speciale që përdoren sigurisht? Po. Gjitha kremat janë profesionale, janë Afrodita profesionale nga Slovenia. A përdoren produktet e njëjta për se cilin tip të lëkurës, për se cilat akne? Për se cilin për problemet me aknet janë linja akne, do me tonë për problemet e ndryshme janë atër linje tjetër. Sot kene me punu me linja akne, se cila është preferohet për lëkurën me undyr, për lëkurën të papaster, me puqrat, me aknet, për shenjet e akneve, edhe për lëkur të përzime. Po, mirë, atëherë fillon me pastrime. Personi që e keni marrë sot mostër, vret se ka akne, por më duket se nuk i ka dhe shumë theksume, ha? Nuk i ka shumë të aknet, ka një puqër diku edhe pak i ka pikat e zeza. Po këto pikat e zeza a mund të hiqen? Pikat e zeza hiqen, po ma letë si kur aknet muj me tanë. Ma zera është me hek atër aknet me njëherë. Lëkura mas tretmanin e parë mundet mu skuq pak, po jo është gjendje normale prej tretmanin. Për shkak tretmanit, po. Do të tretmani preferohet njëherë në javë, diku të bëhet? Po lëkuren si kur i ka kësaj, mjafton njëherë në muj, do me tonë vetëm me pastru
vete me pastru pa pastreti, pikat e zeza, e kush i ka për shembull lëkurën me shumë aknet, do të një kryu një terapi, mrena një jave me ba tretmanin tjetër, mira është me artë edhe di tjetër kur është nevoja, po ato shojmë të çdo njeri ndryshe, bisedojmë, shojmë çysh ka nevoja. Do me tonë krejt individuale prej gjendjen e lëkurës. Po. Vazhdo të ende me pastrimin? Po. Shkuma fërkohet mirë në ftyrë, dirisa nuk e pin lëkura, masa ne kena me shprenda me ujë. Do thotë bëhet një masazh. Po bëhet me masazh për qarkullim e gjakut. Edhe se vepron shkuma mrena pjesat e lëkurës. Kjo është uji i pastër, që tash do ta përdorësh? Uji i pastër i nxehtë. I ka parafesisht 25 gradut një konë. Qashtu bëhet edhe pastrimin e ftyrës, do me tonë me qatë shkumen, është i mirë me ba pastrim çdo ditë, çdo natën, kush i ka problemet me aknet. Në njëjtën mënyrë si kur bëj une. Tash, hapi tjetër, u bë pastrimi dhe asaj shkumës. Tash kina me dezinfektu ftyren me tonikin e akneve. Do thotë edhe kjo është special për akne përdoret. Edhe kjo është special për akne. Për seanca tjera të klienti që e keni sot, apo është kjo seanca e parë që po e bëni? Kjo seanca e parë që po bëjmë. Për shembull, tipi kësaj, a duhet shumë seanca të bëj deri në... Tipi kësaj unë preferoj mrena një mujtë më artë vete me pastru prej pa pastreti, edhe pastreti në shpi, se pastreti në shpi është e kryesër, do me tonë me pastreti në shpi, ju mundi me largu pikat e zeza, edhe një menirë me largu edhe unyrën. Tash kina me qitë pilingun, pilingur për lëkurën të ndjeshme, do me tonë kena me qelë poret, kena me pastru poret. Po, vazhdo. Sa zgjatë kjo metod? Kjo zgatë 3 deri 5 minuta. Me masazh kena me fërku në ftyren pilingun, masa ne kena me shpërnda me ujë. O të bëtë në gjitha pjesët e fytyrës, Po, në gjitha pjesët e edhe në pjesët e poshtme të syrit, edhe në pjesët e qafes kishim mujtë. Duhet më konë të kujdeshëm të sytë.
përfundoj do të thotë edhe kjo pjesë tash duhet bërë pastrimi i peelingut. Prap, pastrimi, masa ne kina me nxjerrë lëkurën me masken e qarkullume. Çfarë bën ajo? Ajo nxjerr lëkurën, do me thonë lëkura është e gati për mi pastru ftyrën, masa ne mundet me nis me pastrim. Nxemjet e ftyrës mund të bëhet edhe ose me qatë mask, ose bëhet me kompresat, ose bëhet me avull. Po, me çfarë do ta bësh sot? Sot do të bëj me qatë masken se qarkullon gjakut, lëkura pak skuqet se nxehet për shumë gradë, me thënë. Ta përmendim gjithashtu se ky emision është duke u transmituar live pra edhe në Facebook. Gjithë ju të cilët mund të jeni tani pranë televizorit dhe dëshironi ta shihni deri në fund tretmanin, mund ta ndiqni edhe diku tjetër ku s'keni televizor pra, por ku keni rrjet, edhe përmes Facebookut, pikërisht programi Mëngjesit për ditë të mbarë. Ta shfiloj me punën me masken energjize, se cila ka me qarkullu gjakin edhe lëkura ka mu skuq pak. Mirë, vazhdo. Kjo duhet bërë nga profesionistët gjithsesi apo mund bëhet në shtëpi nëse personi i merr këto produkte edhe vetë? Me qato produkte zakonisht s'muni me ba në shtëpi, dhe me tonë pastrimi po ato maskat janë profesionale dhe s'muni me ba në shtëpi. Ku mund bëhen gabimet nëse bëhet në shtëpi? Mund të bëhen gabimet se lëkura mund të djeget. Do thotë duhet ditë në mënyrë profesionale me përcjell sa kohë duhet qëndroj. Qashtu ta në herë do të njëkon me kujdesme, gjendjen e lëkures, sot kena me largu qatë masken sa ka mu skuq lëkura. Lëkura për çdo minutë ka mu skuq ma shumë, me qatë mas bahen bash skuqje dë shishoni. Po. Kjo maska sa duhet qëndroj tash? Do qëndrohet prej gjendjen të ftyres, se varet që skuqet. Po, në rastin e sotëm zakonisht 5 deri 7 minuta, muj me lanë edhe magat, varet që shka mu skuq ftyra. Dhe me tonë sa ma shpejt ka mu skuq, sa ma shpejt kena mu largu. Po. Tash do thotë do të qëndroj kështu. Tash që ashtu ka mu qëndru, 5 deri 7 minuta parafesisht, kur skuqet do të largojmë. Do pastrojmë edhe nisem me pastrim të ftyres. Po. Mirë, atëherë le të qëndroj, kështu klientja, me qenë se tash s'do të veprosh për disa minuta diçka, nuk do të bësh diçka tjetër, ajo? Jo, për momentin. Atëherë vetëm le të qëndroj, kurse ne do të kthehemi në pas pak. U kthejmë sërish këtu në studio dhe të shohim edhe pjesën e fundit të tretmanit të fytyrës që ishim duke e bërë, pra nga studio në Shubina Gjakov, është trajtimi i akneve. Çfarë ke bërë na trego gjatë këtyre minutave, deri ku ka arrit procedura? Gjatë këtyre minutave kim pastru ftyren dhe me tonë prej pikat e zeza, mandej kim qitë peeling acidik, kim qitë edhe qatë gazën e bardë, se lagështon lëkuren, se qaj peelingin bardu zban mullan muterë, ban jetër tesimi që tenit, edhe ka efekte për shenjat e ndryshme, zbardon ftyren.
diçka tjetër? Qitet edhe krem ditore, do me tona kina me qitë kremen akne. E akneve. Ju falenderoj edhe juve për ftesën. Suksese tutje, do të takohemi sigurisht të radhëve të tjera me tretmane të tjera natyrisht që sjellni eksperjenca të ndryshme nga Slovenia. Ju falenderoj shumë. Gjithë të mirat.